Atmosferë elektrizuese në zemër të New Yorkut, ku tifozë nga 3 vende të ndryshme u mblodhen për të festuar pasionin e tyre për futbollin në prag të ndeshjeve të Kupës së Botës. Times Square u shndërrua në një arenë gjigante tifozësh, ku mbështetësit e Argjentinës, Francës dhe Algjerisë krijuan një spektakël me flamuj, këngë dhe brohoritje. Pamjet tregojnë grupe tifozësh që garonin në mënyrë miqësore për të dëshmuar se kush kishte mbështetjen më të madhe dhe më entuziaste. Megjithse, ekipet e tyre do të përballen në fushë gjatë stadiumeve mbi zotëroj fryma e festës dhe respektit sportiv. Sheshi i famshëm në Manhattan është kthyer gjatë botërorit në një pikë takimi për tifozët nga e gjithë bota. Çdo ditë organizohen tubime spontane, ku ngjyrat e fanellave kombëtare dhe ritmet e këngëve të tifozëve pushtojnë rrugët e qytetit. Vëmendja e tifozëve është përqendruar te ndeshjet e së martës. Argentina do të përballet me Algjerinë në Kansas City në kuadër të grupit J, ndërsa Franca do të luajë kundër Senegalit në stadiumin New York, New Jersey në grupin I. Pavarësisht rivalitetit sportiv, tifozët e 3 vendeve treguan se futbolli mund të bashkojë kultura dhe komunitete të ndryshme. Shumë prej tyre shkëmbyen fotografi, kënduan së bashku dhe krijuan një atmosferë që pasqyron frymën ndërkombëtare të Kupës së Botës. Ndërsa ekipet përgatiten për sfidat e tyre në fushë, rrugët e New Yorkut vazhdojnë të ofrojnë një tjetër spektakël, atë të tifozëve që e jetojnë botërorin me emocion, pasion dhe fest pa kufi.